Gjatë kontrollave zyrtare, sikurse edhe gjatë vitit 2000 prill deri në qershor, ju është kërkuar të gjitha subjektet përmes vendimeve të veçanta, kërkesave të veçanta, që fillimisht deri me 15 qershor t'i deklarojnë të gjithë përbërësit, të aplikojnë për regjistrim në AU, të që ta di edhe AU-vi dhe populli i Kosovës, institucionet që janë të mandatuara për ta zbatuar ligjin për ushqim, se çka saktësisht jeni ka prodhuar. Dhe ato pajisje, ata njerëz, ato protokollet prodhimit, ai ka vlerësuar dikush për rreziqin. Dhe në fund, nëse çdo produkt është duke u deklaruar sipas rregullave të ligjit për konsumatorin dhe ligjit për ushqim. Është konstatuar gjatë inspektimit në depon e subjektit Abrazen Vita, tonelata të qumshtit plor dhe tonelata të qumshtit të vajit palmës. Pra nuk ishin më vetëm në dogan, u lokalizuan edhe në depon e tyre. Është gjurmuar edhe në depon e tyre. Aty inspektori konstaton 26 produkte me vaj palme, që janë konstatuar nga raporti fillestar i asaj dite nga qumshtoria Vita. Jo, këtu mos e në marrë nga qumshtoria, por si që thash nga Abrazen. Nga Abrazen, qumshtoria Vita, sepse ka emërtime ndryshme Abrazen, qumshtoria Vita, po që të është, se i kom kërkuar dhe AU-vit ma definojnë çka saktësisht është kjo Abrazen në qumshtorin Vita. Është subjekti i njëjtë, pra qumshtoria Vita është degë Abrazen. Pra Abrazeni jam mërtojtar, qumshtoria Vita është njësi e Abrazenit, dhe aty janë gjetë të mostë. Pa përflitet për subjektin e njëjtë që i ka prodhu këto produkte. Në lidhje me qumshtin Vita, shikoj se vërtet ministria dhe as ne sot e kemi marrë të informacione se kush çfarë marke tregtare lidhet. Po do ta kuptoni që na nuk i trajtojmë çashtu cila marke tregtare. Ne këshirëm origjinën e problemit, kush është qaj që pe prodhon. Se marka tregtare i licencon Ministria e Tregtisë. Neve i marrëm vetëm subjektin, njerëz, pajisjet që ne kemi aprovuar për qumsht, apo vazhdojnë me mirëmbajtje ato. Dhe kjo është konstatuar që ju do dikush ka shkel. Tash, nëse më thu ti mu që 4 herë para dite, unë po prodhoj qumsht me vaj palë, e disi pe gjej një mënyrë që mas dite unë jam interesu me kuptu qatë shkencë. Si ja bojnë që da njerës me prodhu? A ka pas kësë kontaminim? Po, është gjetë një mosër që nuk ka problem, po jo për qumshtin plor. Por, ashtu i kam kërkuar AU-vit si që thot ligjin, në rast se gjendet që brenda subjektit e njëjtë, edhe subjektit aktivitetit aprovuar, lotet, produktet janë përzirë, atëherë trajtimi dhe mbikëqyrja shtuar duhet shkojë edhe për ato produkte të cilat nuk janë konstatuar me një mostër. Ta zonë, me Majkau i 2 mostra që e konstatojnë, me Land po ashtu Gard, po jo, do më në basë raportit AU-vit, nuk kemi një raportim tillë. Produktet e imporë, unë e pajtura me ty, edhe për besë, për 28 prill, deri më 27 kërë, ama bashkë të produkt që ka një për importë që ka nështu. Së se ka me diçka, duna me këshyrë me vazhdu kontrolë zyrtarë, por nuk kemi pas raportime. 2 produkte në fillim, ka dhona AU-vit që kanë arë nga rubrika e Shqipërisë dhe një nga rubrika e Maqedonisë, janë kthyer me njëherë aty për aty, nuk janë lejuar të hynë. Dallimi si duket këtu, që po më shtohet mu, ose po tentohet një mënyrë të thuhet që po mirë se na po importojnë tani qumshte, dakord, edhe unë e kam shqetësimin e njëjtë se unë jam ministri i bujqësisë. Unë dëshiroj që të prodhohet vetëm qumshti i Kosovës. Edhe për këtë po insistoj. Kjo është lutja ime që bëj subjekti. Lutem ktheno te qumshti. Na si kemi aprovu për diçka tjetër. Ktheu te qumshti, pastaj po flasim për çështje tjera. Edhe tjetra, kush ta jep drejtën ty, mi shti durt në qumsht. Nuk ki drejtët. Pastaj ajo çështje si vëlla nga Shqipëria apo nga një tjetër ne po importojmë. Shikoj importet e qumshtit, pas shumë të pengojnë mua si ministri i bujqësisë. Sepse nga qumshti varen mira familje të zona rurale të Kosovës, sidomos fermerët. Por, na nuk mund me mshel njëri në sy, kur konstatojmë gjërat e tilla. Pra nuk e kundërshtoj njëra tjetër. Ti rikthejmë standardet tek qumshti jonë. Na ja kemi detyrë vetes tonë. Na ja kemi interes strategjik. Interes strategjik i Kosovës është që të prodhohet qumsht.
Dhe ato produkte tradicionale, maza, qumshti, gjiza, djathë, lutem mos i përzini me vaj palme pa i deklaruar, se s'bën ashtu. Nuk bën ashtu. Në Republikën e Kosovës, pra cakton takat në mundësi, do ta zbatojë këtë ligj. I bëj thirrje çdo institucion. Në këtë rast, edhe institucione tjera që sodisin, çështja është më serioze. Kërkoj angazhimin e secilit, sidomos inspektoratit të tregut, nuk mund të rri duar kryqe dhe pasiv, sepse çështja është serioze. Pajto, unë e kum pa oqean. E kum pa pretendime dhe në esencë nuk e kundërshtoj çka po thotë. Në fakt, a u vëti kum kërku edhe nisa. A mund është me Bosnjë Hercegovinën, çfarë standarde që shkel? A ne njohin ata neve certifikatat, a ne njohim na? Dhe po pres edhe aty një raport nga UVE, sepse duhet standardi njëjtë gjithkund. Po në ndërkohë, unë e kam pasur që Ministria e Tregtisë po ashtu ka marrë disa iniciativa, i inkurajoj fuqimisht. Unë jam ministri i bujqësisë. Mu më intereson subjektet tona që prodhojnë qumsht, edhe fermerët tonë që prodhojnë qumsht është interesi jashtë privat. Nuk e kam unë këtë çështje politike oqeane. Nuk e kam. Beso. Lutem, qitone ti mu i pajtohen me secili. Unë jam interesuar, shikoj, nëse gjenti ndonjë evidencë ose dikush tjetër, nuk kam. Po duhet qumsht Kosovës, subjektet që prodhojnë qumsht, unë i mbështes, se 25 milion euro investojnë baza vjetore, për ljavë, për ushqim të lavëve, mja unë ndihmu këtyne, po kam edhe skema që i mbështes të subjekti. Që ty është qëllime, edhe u besoj që ne, si shoqëri, duhet mu pajtu. Na duhet, ne jemi njerëz të dashur. Kosova duhet mu karakterizu si vend që është i përgjithshëm ndaj vendeve të tjera, edhe konsumatorit tonë, edhe këtu nuk mundu me pas kompromis. Ju lutem, secili subjekt që ma dëshmon mu që është vetëm qumsht, ju garantojnë mbështetjen absolute të Ministrisë së Bujqësisë, si që kemi mbështetje deri tani. Për çfarë që mi shëru me që temë. Edhe këtu jam të marë. Për momentin, ju kësha lutë me mirësjellje, me qenë se tema e kësaj konferencë është kjo. Le ta mbajmë këtë temë, se për mua është shumë e rëndësishme kjo. Në ndërkohë që ka autorizime zyrtar më të lartë, ka autorizime për përgjigje edhe këtë pyetje, e pranoj që ka 3-4 muaj që ne kemi punu gjatë gjithë kohës për mu siguru që Kosova po prodhon e po konsumon produktet sipas destinimit që thot ligji. Ne do të vazhdojmë konferenca për shtyp edhe për produkte tjera. Ajo pse vendosa me thirr këtë konferencë për shtyp, ishte sepse Ministria e Tregtisë ai ka tërheq të gjitha produktet tjera ashtu siç janë, po kishte mbetur vetëm çështja e abrazenit, dhe çfarë sot e morëm raportin e përditshëm nga UVE, edhe sigurisht do të merren masa njësoj. Çdo produkt, shikoj se unë t'i japi vendime se s'kam çamë më shef, apo gjithçka, secili gazetar që është interesuar ka dyshime, motivet, ne jemi gatshëm me punu. Me juve, ministria është e hapur çdo herë. Për UVE ka njerë po punohen sarët, po kemi mundu bashkarisht me botë pa mundur me nxjerrë informacion. Çdo informacion që është i lehtëshëm është në dispozicionin tonë. Po këto janë vendimet, çdo vendim që është marrë në lidhje me këtë çështje, përfshirë dhe ata që dyshojnë për synimet tona, a kemi qenë proporcional? Po, kemi qenë shumë proporcional. Nga prilli deri me 15 qershor, 2 muaj 8, ju lutem regjistro, ju lutem deklaroni produkt. Fillimisht deklaroni se të dim çka po dojmë na, ose çka kemi. Nuk është bokje. Nuk është bokje. Ne nuk jemi të lumtur. Kjo na u ka imponu kjo rrugë. Masa proporcionale duhet të vendosën për t'ja arrit objektivat. Dhe objektivi mbetet me produkt qumsht, me quajt qumsht, me shit si qumsht, mos me ishtu me hjek diçka tjetër. Me bo me ishtu me hjek diçka tjetër, që t'ja emrin dhe kallëzoj konsumatorit. Kaq, zgjedhja është e tina, të rriturit kanë mundësi me zgjedh, fëmijët jo, për këtë arsye tek qumshti ka kujdes të veçantë. Po të kuptoj, se vërtet e kom, tash ka sens të pyetje që ma ke botë e regaluar. Po, këtë informacion nuk e kish. Po, ka ndodhur si kish këmëndë, po, në një farë këni pasë që të drejtë. Të vonë, por, sikur se do në që kisha të drejtë, sepse nuk ishte definuar. Po, sot është definuar kjo, sepse të lypet shumë kohë. A ditë kur, ta keni parasysh kur është paraqit raporti sektorial, thuaj mosat janë mbledhur në këtë supermarket, Për mu, tash, në kuptimin e gjurmëshmëria, ajo s'thot kur gjë. A mund është mi po bashkë me lidhë me subjektin që i ka prodhuar. Dhe sigurisht ka shumë kohë.
është da shumë kohë. E di që nga laboratoria uvit ka bërë rreth 500 analiza, është bukur shumë kohë, e di që ka punu jashtë orarit dhe vikendit, dhe për këtë tek stafi i laboratorit e kam një falimnderim të veçantë. Për ata nga inspektorati i uvit, edhe për cilët unë dyshoj që ka pas lëshime, edhe për ata Ministria e Bujqësisë do ta ketë një përgjigje, sikurse edhe do t'i drejtohen institucioneve përkatëse. Në rast se ke gjetë që po prodhohet qumsht me vaj palme, e cilën e përdoren fëmija ju, me çfarë mene, me çfarë morali, një inspektor i uvit e tolerant, nuk bën ashtu. Edhe del edhe komunikon këto. Zoj, unë e vërtet jam i mandatum në Ministrinë të Bujqësisë edhe AUV me aprovu vetëm subjekte edhe aktivitet. Na nuk i certifikojmë produktet, s'po dhe a është e qartë. Si po ta kuptoj pyetje, po do më thonë ti mu, a ka mundësi... Veç, unë që po të kuptoj, që po të kauzoj, se qëre, veç, po, një është të gjë, nuk po të kuptoj, po kjo konstatim, produkt për produkt, markë tregtare do të bëtë nga UVI dhe inspektorati i trejnë. Të verifikohet cila markë tregtare, ajo çfarë themune, na i shumë analizat të qumshit që mërën qatë subjekt, edhe thojmë kështu. Nëse është konstatu vaj palme, në këtë subjekt, sistemi, hasapi, proceset e prodhimit, proceset e kontrollit, nuk po funksionojnë. Kjo është prerogativa e Ministrisë së Bujqësisë edhe e AUV. Pastaj, momenti kur gjendën, është procesi i gjurmëshmërisë, edhe lokalizohet sigurisht, ne jemi të interesuar me i rujt qumshin në çdo subjekt. Në rast se ka një produkt që në këtë rast ka dalë një markë tregtare, cila nuk është konstatuar me vaj palme, jo me qumsh plor, se nuk e kam pranuar analizën e qumshit plor, po një markë tregtare ka dalë pa vaj palme, ne jemi të interesuar që ai produkt të vendoset në mbikëqyrje dhe mundësisht sistemi i njëjtë të monitorohet vazhdimisht edhe për gjithë procesin e qumshit. Por, që më kuptu çka po thomëra. Unë po them që nëse njëri i njëjtë, sistemi i njëjtë, me licencën e njëjtë, është produkt paradite këtë qumsht, e mas dite këtë qumsht, neve një ligjë nuk na thot që paradite du me thonë mirë, e mas dite është shkelës. Nave që i klasifikojnë si shkelës në ligjë, do kupton që procedurat janë shkelës, nuk ka kontrol ose proces që e garanton. Kjo është që ka po të themon. A ka... Po. A i kemi në konsiderat edhe dëme financiare që kur shkaktojnë në përës me vendorë, dhe kush nuk paguaj për këto dëme nëse që ka të vendosë të Shikoj, unë besoj që pyetja më reali është dashur me qenë, a kemi parasysh dëmet financiare që ka më konsumatorit, duke shit produkte të cilat janë plasuar si qumsht dhe si shitur si qumsht. Unë jam këtu për të përgjigjetur çat pyetje një herë. E ma vonë kësmet kofti, po edhe shqyrtime tjera. Për momentin urgjenca kërkon që për hir shëndetit të qytetarëve, sidomos për qumshtin që përdoret për fëmijë, aty s'ka shempa. Nuk mundu me lëshu pa, edhe jemi pa kompromis në atë pikë, derisa të rikthehet stabiliteti dhe gjendja ekuilibri normal i prodhimit të qumshit në Republikën e Kosovës. Po të kallëzit që sot kam inicu përgjithësi. Masë e përgjithësisë. Edhe dyta që po i bëj thirrje au, që më kuptu ti ma drejt, edhe jo tjerët. Çështjet e ndeshmërisë të tilla, ne duhet të jemi maksimalisht transparent. Po nuk mund më kërku me qenë transparent kur se kam çatë informacion. Për pjesë me pasën të japim me neha. Po e kuptoj, në Republikë do të mi pas këtë informacion, por ja që ka ndodhur sot është bërë identifikimi, në fakt pas kërkesës kjo ka ndodhur. Une dhe asë ne në Ministrinë të Bujqësisë nuk i kemi ditur se cili 400 produkt cili është. Se ka shumë produkte, po si do qoftë subjekt për subjekt do t'i identifikohen. Në ndërkohë, po e këmë pas që po është i ke libra dhe shpenzimet e kabinetit ta, une do t'i aprovej me njerë, them me përgjithësi plot, që këtë punë e bëjmë nderë. Asë njëherë në jetën ta, e sidomos tani, asë nuk jo importus, asë nuk ka interesa, asë nuk është duke ndikuar mu kërkush vetëm një motive ka. A mund është qumshtin me këty që jo qumsht. Dhe dyta, llogari i japi veç popullit të Kosovës, ndërgjegjës tam edhe kryeministit Kurti. Motivet e mia nuk janë politike, ja po kupton. Kështu që t'i japi shpenzimet e kabinetit, po ta them paraprakisht, asnjë privilegj, as kafe, as hin nuk i shfrytëzoj. Pikërisht sepse edhe sa kam qenë kuvend,
Këm pas vazhdimisht pyetje për gazetarëve edhe për një kafe, për do ujë, nuk më dash kur më komprometu gjatë procesit të realizimit të punës të. Po, i pajtohem me sugjerimin, Ministria e Bujqësisë i kërkon AUV-it publikisht që të publikoj këtë raport. Dhe e dyta, si që ka për detyra AUV, dhe ka ndodhë për para, unë e më pa në sajtin e AUV-it, 2023, për shallë një qomsht i prodhuar nga Atlantiku, informohet konsumatorët të qype qomsht, nuk ka cilësi organoleptike, si pas desenimit dhe duhet tërhiqet, edhe në i sugjeroj, se ligji dhe protokollet jetë qarta, këto duhet komunikohet në publik, përse që produkt, neve subjekti dhe produkti duhet komunikohet, sa ma shumë. Sigurisht që është diapazoni i gama shumë e gjerë, po më besoj që i detyrohemi publikut, në momentin kër kjo është konstatu dhe verifiku me inspektoratin e tregut, i lus AUV, si pas pyetjes gazetarës, dhe unë do të insistoj si minister që kjo do të bëhet. Po në rast se kjo nuk ndodhë Ministria e Bujqësisë, do të krejt raportin do të publikoj, sepse është në interesin e publikut.